Nga kontrollet e vazhdueshme për kapjen e personave në kërkim dhe goditjen e palishmërive, kapet dhe vihet në prang nga një shtetas i shpagur në kërkim për vjedhje me dhunë. Arrestohet një shtetas me precedent penal në fushën e vjedhjes së pronës me armë, të cilit ju gjet armë ftohtë në automjet, si dhe procedohet një tjetër pasi mbante armë sportive me vete. Si rezultati i kontrolleve dhe administrimit të shpejtë të informacioneve të siguruara në rrugë informative, me objektiv kapjen e shtetasve të shpagur në kërkim dhe goditjen e palishmërisë, shërbimet e forcës operacionale në DVP Fier dhe seksionit të hetimit të krimeve kundër personit vu në prang nga shtetasi XG, 46 vjeç banues në Karbunar, pasi ishte shpagur në kërkim për veprën penale vjedhje me dhunë, për të cilin gjykata kishte vendosur masën e sigurisë arrest në burg. Ky shtetas në bashkëpunim me shtetasin 31 vjeçar kanë vjedhur me dhunë automjetin një tjetër stetasi 41 vjeçar, vijon puna për kapjen e 31 vjeçarit. Personi 47 vjeçar me iniciale AP, banues në Lushnjë, pasi gjatë kontrollit të automjetit ju gjet dhe sekuestrua një shkop metalik në cilësinë e armës së ftohtë. 47 vjeçari i dënuar më parë për vjedhje me armë. Gjithashtu, specialistët për hetimin e komisariatit të policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin 30 vjeçar banues në fshatin Shegas, pasi gjatë kontrollit të automjetit ju gjet dhe sekuestrua një pistolet sportive. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.